5 shenjat me fat për ditën e shtunë 4 korik. Për të shtunën në 4 korik, marshi kozmik ndryshon tërësisht ritëm. Hëna hyn zyrtarisht në shenjën e zjarrt të dashit, duke sjellë një valë të madhe guximi, adrenaline dhe dëshire për të marrë iniciativa të reja. Sa po hyn në këtë pozicion, Hëna formon një sekstil mjaft harmonik me Plutonin te Ujori, gjë që tregon se fundjava nis me një energji transformuese, fuqizuese dhe plot fat praktik për disa shenja specifike. Ja cilat janë ato. Dashi, hyrja e Hënës në shenjën tuaj ju kthen në protagonistin absolut të këtij fillimi fundjave. Sekstili i fuqishëm me Plutonin ju dhuron një forcë të jashtëzakonshme, të brendshme për të marrë vendime të prera dhe për të nisur projekte personale që i kishit lënë pas dore. Në aspektin profesional dhe material, sot do të keni një mbretësi të madhe për të parë ku fshihet një mundësi e mirë fitimi online, duke rritur sigurinë tuaj kapitale. Në dashuri jeni plot pasion dhe magnetizëm, propozimet tuaja për të thyer rutinën do të priten me shumë dëshirë dhe entuziazëm nga partneri. Luani, Hënat e Dashi formon një trin mjaft bujare dhe harmonike me shenjën tuaj, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të nëntë të horizonteve të reja. Për këtë arsye ju jeni shenja e dytë më me fat. Çdo gjë që lidhet me udhëtimet, projektet online, botimet apo bashkëpunimet me jashtë vendit do të ecë me një mbarësi të jashtëzakonshme këtë të shtunë. Do të keni guximin të merrni një vendim të rëndësishëm që do t'ju sjellë përfitime të mëdha fatgjata. Në dashuri keni dëshirë për aventura dhe për të provuar gjëra të reja. Planifikimi i një aktiviteti të pazakont do të rindez tërësisht entuziazmin në çift. Shenja e tretë është shigjetari, një valë e fuqishme fati, krijimtarie dhe mbarësie ju pushton sot shigjetar, pasi Hënat e Dashit ndriçon shtëpinë tuaj të pestë të biznesit personal, talenteve dhe investimeve të pavarura. Nëse merreni me krijim përmbajtje, me dizajne apo prezantime në platformat sociale, idetë tuaja do të priten me një interes të madh, duke sjellë përfitime të papritura financiare. Romanca, magnetizmi dhe flërtet janë gjithashtu në kulm. Dita premton momente plot shkëlqim të qeshura dhe surpriza, mjaft të këndshme që thyen monotoninë dhe ju falin një gëzim natyral. Shenja e katërt, Britsjapi, fokusi juaj sot përqendrohet te shtëpia, familja, pronat ose stabiliteti juaj bazë, ku sekstili i Hënës me Plutonin sjell mbrojtje të madhe. Mund të merrni një vendim mjaft të rëndësishëm që lidhet me një investim familjar apo me një projekt mjaft fitimprurës që zhvilloni në privatësi nga shtëpia. Çdo gjë që ka të bëjë me sigurinë materiale afatgjat do të jetë mjaft e mbrojtur. Keni nevojë për një zonë të fortë sigurie emocionale. Kalimi i mbrëmjes në shtëpi me njerëzit tuaj më të shtrenjtë do t'ju falë një ndjesi të fuqishme paqeje. Dhe Ujori, intelekti, komunikimi dhe rrjetet tuaja sociale marrin një hov mjaft të fuqishëm dhe fatlum sot, Ujor. Hënat e Dashi aktivizon shtëpinë tuaj të tretë të mesazheve dhe bisedave strategjike, duke formuar një sekstil mjaft harmonik me Plutonin në shenjën tuaj. Çdo email, telefonat apo negociat biznesi që zhvilloni sot do të ketë një peshë të madhe, duke ju siguruar një avantazh të madh material. Në dashuri, komunikimi në çift është i rrjedhshëm, i sinqert dhe plot nota origjinaliteti. Do të dini si t'i shprehni ndjenjat tuaja në mënyrë mjaft të ngrohtë. Këto ishin pra 5 shenjat që do të jenë, pra do të kenë më shumë fat për ditën e shtunë 4 korik.